ju çdo një muaj, çdo 2 muaj përmbyteni, çfarë ndodh? Përmbytemi sepse janë ato llafe që thash unë. Duhet pikat nevralgjike, duan parë bearit, të pastrohen që kur të bjerë shi, mos përmbyten njerëzit. Po është një situatë e vështirë, vërtet është, janë 2 çarje edhe në Dunavec edhe në Devoll. Kjo është çarja më e vështirë për të mbyllur, por dhe më problematike, pasi mbyt gjithë pjesën torfike të fushës Maliqit. Pjesa tjetër ka filluar të lirohet nga përmbytja, pasi është më e thjeshtë, më e lehtë, pasi kanalet kullues janë të pastruar, edhe efektet e lumit Dunavec e japin efektin më shpejt. Të shpresojmë që kjo emergjencë të mbyllet sa më parë. Mbi situatën e krijuar nga rreshtit e shiut të rena dhe datës 19 deri në 23 nëntor 2025. Kjo situatë ka qenë shumë problematike, për vetë faktin se ka pasur intensitet shumë të lartë të rreshtive duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë Maliq, por edhe bashkitë Fqinje. Rajoni Korçës, por edhe bashkia Maliq, ku ne bëjmë pjesë u përballë me situatë të jashtëzakonshme, të kushteve atmosferike, ku në vetëm 4 ditë kanë rënë rreth 370 mm shi. Megjithatë, këtë sasi ekstreme në kaq pak kohë, dëmet në territor kanë qenë jo maksimalet, sepse mund të priteshin edhe kryesorja, dëmet më kryesore kanë qenë në bujqësi, për sa i përket shtrirjes. Përfshirja e gjithë rajonit me rreshtë intensive ka vështirësuar situatën maksimum, veçanërisht në këtë bashki, me gjithë punët e bëra ndër vite, masat e marra nga sektori përkatës për sezonin dimëror. Le që nuk na ndihmojnë me subvencione, po të paktën të jenë çik të vëmendshme, që neve prodhimet ti marrë me t'i sjellëm në shtëpi. Tjetër gjë, shitet apo nuk shitet ai prodhim, po të paktën ta futëm këtu, mos e lënë darë, ça shpenzim ajo. Kjo është gjëja. Edhe ne që i korëm, ato që i korëm pak o gjë, edhe ato na mbetën se u mykin, se s'kishte kohë për shtashme për të tharë. E korëm si të njomë.